Përshëndetje të nderuar shikues, në minutat e këtij emisioni do të jemi me dy kandidatët e koalicionit Nisma Shqipëria Bëhet. Ata janë Kosta Garo e Albert Xhaferi. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë se ju gjetëm. Mirë se erdhët. Mirë se ju gjetëm dhe ju faleminderit për ftesën. Zoti Garo, do doja ta filloja me ju në fakt, për faktin sepse ju kandidoni në fakt për herë të dytë, pavarësisht se në 2023-shin ju kandiduat për zgjedhje vendore, pra për kryebashkiak. Po, është e vërtet. Kandidoni në të njëjtën sikël, por tashmë kemi koalicion. Në 2023-shin kandidimi im kishte do të bënte me Bashkinë e Dropullit. Isha kandidat i Nismës Turje. Tani kemi të bëjmë me një formacion akoma më të përbërë. Kemi të bëjmë me një koalicion që neve kemi quajtur koalicionin e shpresës. Është një koalicion i përbërë nga 3 formacione politike dhe një grupim shumë të rëndësishëm. Qofse kam pak kohë edhe Patjetër, ta shpjegojmë, ta analizojmë. Atëre, formacionet që përbëjnë këtë koalicion është Nisma Thurje, është Lëvizja Shqipëria Bëhet, është Partia e Mbrojtjes së Drejtave të Punëtorëve dhe shumë interesant është edhe grupimi i diasporos që përmbledh të gjithë mbështetësit në Amerikë, Kanada, Gjermani, Angli, Itali, Greqi e kështu me radhë, të cilët kanë zgjedhur personalitetet më të spikatura të diasporës dhe një pjesë të tyre i kemi edhe kandidat për deputet për zgjedhjet e 11 majit. Nga ju, zoti Xhaferi, do doja diçka më tepër për rrethvetes tuaj, pra, për t'ju njohur edhe ata që na shikojnë, ata të cilët nga të cilët ju kërkoni edhe votën për këto zgjedhje. Faleminderit edhe Kosta, faleminderit për grupimin e 4 të themi se një pjesë shumë e rëndësishme e këtij koalicioni. Unë vetë jam me origjinë nga Picari Gjirokastrës, kam emigruar prej 33 vjetësh, 32 nga ato jam në Kanada dhe kam ardhur shpesh në Shqipëri, kuptohet, e kam ndjekur klimën politike dhe mendoj që ishte momenti i duhur me një nisëm të duhur, domethënë me një lëvizje në fillim që u bë pastaj parti politike dhe koalicion më vonë, që ne të përfshiheshin. Pse të përfshiheshim? Sepse të gjithë emigrantët, kushdo që ikën, ka një e mban kokën mbrapa në një farë mënyre, mendon që të kthehet. Si në çdo lloj niveli të shoqërisë. Por nuk ka qenë asnjëherë kaq e rëndësishme ndërhyrja e emigrantëve për ndryshimin e drejtimit politik të Shqipërisë. Shumë nga ne e shohin si ndryshim ekonomik ose ndryshimin në përgjithësi të shoqërisë shqiptare, por ka të bëjë direkt me politikën. Dhe në momentin që na u dha ky opsion, ne ishim nga të parët që morëm pjesë, organizuam edhe nga këto mitinget më të mëdha në Kanada, në Amerikë, në Angli, në shumë vende të botës. E Kanada ishte më e spikatur, nga më të mëdhaja dhe një kthes në Lëvizja Shqipëria Bëhet, që më vonë bë koalicioni, Nisma Shqipëria Bëhet, dhe ja ku jemi në këtë moment, erdha vura kandidaturën për Gjirokastrën, megjithëse e kisha midis Tiranës edhe Gjirokastrës, unë e dua Gjirokastrën, është vendi im, kam shpenzuar kohë më përpara, vi tani e shikoj dhe mendoj që ka shumë gjëra për të bërë. Okej, një fushat një mujore. Si ka ecur fushata për ju, si kandidat, në qarkun e Gjirokastrës? Koha shumë e shkurtër, edhe jo vetëm e shkurtër, po si parti e res edhe si koalicion i ri, janë
pengesa të shumanshme. Shumë nga ato kanë të bëjnë me, po themi, me bazën e partisë ose me shpërndarjen e partisë në gjithë Shqipërinë, kryesisht në zonën e Gjirokastrës. Gjirokastra tradicionalisht ka qenë konservative në pikpamje, edhe është mendimi im që duhet i falenderoj të gjithë gjirokastritët kryesisht, po përmetin të pelenën me maljezer, qarku jon Dropullin, që ka ruajtur, si thuash, vlerat familjare, vlerat tona shqiptare, vlerat e minoritetit grek dhe bashkëtesën, gjëra që unë shikoj tani që janë në gjendje të mirë. Problemi është që ka kaluar shumë kohë, 35 vjet, dhe nuk janë zgjidhur problemet unë i quaj elementare, po disa probleme themelore rrënjësore të popullit të këtij qarku. Dhe këto janë mirëqenia, kujdesi për fëmijët, kujdesi për moshën e tretë, zhvillimi në përgjithësi, si turizmi, agroturizmi, bujqësia, blegtoria, dhe këto, mbase Kosta mund të elaborojë më shumë. Po, dhe si e keni organizuar, konceptuar, domethënë këtë fushat, me takime, me të mëdhaja, apo me grupime, apo kokë më kokë, si thonë, derë më derë, si? Apo të gjitha mënyrat e mundshme, sepse... Duke marrë pak shkase dhe nga kjo qëtarë dërti, duhet të sqaroj që neve kemi bështetuar fushatën edhe me strukturimin organizativ të lëvizjes tonë. Duke qenë se Partia Shqipëria bëhet është një parti shumere, Nismaturi është një parti ere, gjithashtu mos të mendoni se ne e gjetëm gati. Neve jemi në hapa tona të para, po duke qenë se kemi punuar intensivisht të 30 ditë, kemi arritur që të jemi një forcë pretendente në qarkun e Gjirokastrës, si që jemi edhe në gjithë Shqipërinë. Është e sigurt që rezultatet nuk do na shkënjejnë, ne do jemi forcë e tretë politike. Do flasim për rezultatet, të mos flasim për rezultatet. Po, dua të them domethënë që është bërë një punë intensive edhe në aspektin të strukturimit të koalicionit, për të patur bazat tona në çdo bashki, dhe për të hyrë më andej në çdo shtëpi për të përcjell mesazhin ton, për të dëgjuar problematikat e njerëzve dhe për të shpërndarë dhe programin ton që desha ako që... Po, por jo në këto momente. Të përgushtoj. Më vonë, sepse... Jo, është shumë e rëndësishme të themi që jemi nga të paktat forcat të reja politike, që kemi një program të detajuar, të strukturuar, të mirë menduar, që populli e kupton kollaj dhe e përqafon kollaj. Okej, dhe nga këto takime që keni bërë, cilat janë këto problematikat që keni evidentuar juve në rajonin e Jugut, pra në rajonin e Gjirokastrës? Mund të rendisim këtu pa fund. Pa fund. Dhe janë pikërisht ato probleme të cilat ne kemi prekur duke u dhënë zgjidhje nëpërmjet programit. Sidomos, qarku i Gjirokastrës renditet një ndër qarqet më të lëna pasdore gjithë këto vite. Llogaritet si një xhep që qeveria kujtohet vetëm kur do të bëjë një show, ose kur do të tregojë një sukses të madh e zënë për turizmin ose për investimet në bujqësi ose ku dijon se çfarë, por që gjithë sukseset përqendrohen në një sipërfaqe që nuk i kalon 1 kilometër katror, ndërkohë që e dim të gjithë se qarku i Gjirokastrës shtrihet kaq gjë. Gati 3000 kilometra katror, 2700 ca kilometra katror. Pra problematikat janë pafund. Neve kemi arritur pas 34 vitesh demokracie në Tonjza, të kemi të njëjtat probleme, madje edhe çik më të theksuar. Ne akoma flasim për ujë, akoma flasim për drita, akoma flasim për infrastrukturë, akoma flasim për shëndetësi, akoma flasim për arsim që nuk ekziston, dhe në asnjë moment nuk kemi folur për cilësi jetese, në asnjë moment nuk kemi folur për standarde, në asnjë moment nuk kemi folur për zhvillim,
Në asnjë moment nuk kemi folur për inovacion, në asnjë moment nuk kemi folur për zgjidhje bashkëkohore të gjitha problemeve. Të gjitha këto ne i hasim për ditë duke kaluar derë më derë dhe duke folur me qytetarët në të gjitha bashkitë, gjitha qytetet që përfshin qarku ynë dhe fshatrat. Se të njëjtën gjë po të gjejmë nga njerëzit. Njerëzit janë të lodhur, janë të mërzitur, janë të zhgënjur totalisht dhe duan një ndryshim. Duan një ndryshim më rrënjësor. Dy partitë e mëdha nuk përfaqësojnë më vullnetin e qytetarëve. Janë dy ngrehina të vjetruara, dy gërdalla politike, të cilat një moment duhet të shëmben. Po duhen shëmbur gur më gur, ose tull më tull, sepse rrezikojnë që të kapin poshtë shoqërinë shqiptare. Janë rrezik për këtë kombë, janë rrezik për këtë popull. Dhe cilat janë, të themi, këto kolonat bazë të platformës tuaj, të koalicionit pra tuaj? Neve kemi lançuar 4 shtyllat bazë dhe që andej pastaj nisë edhe strukturimi i gjithë programit tonë. Neve kemi folur për votën e diasporës, të cilën e kemi arritur pa patur në dorë as pak pushtet. Një diçka që ngjante utopi para një viti. Dy forcat e mëdha politike kanë që e premtojnë votën e diasporës. Nuk është bërë kur. Një 15 vjet e mbaj mendur, nuk e di ha ka çik më shpejt do me thënë që e kanë premtuar dhe gjithmonë gjendeshin teknikalitete në thonjza dhe kjo gjë nuk bësh ja që u bë. Ne kemi folur për listat hapura. E kemi çuar dhe në gjykatë kushtetuese. U hapën listat, nuk u hapën 100%, ngelën 30% të mbyllura, por neve bëm një gest simbolik. Dhe ne si koalicion, listën e mbyllur e kemi formale, e kemi të djegur. Po të shikoni dhe po të kulumtoni në të gjithë territorin, do shikoni që kandidatët e listës së mbyllur nuk janë fare në garë. Ç'do thotë kjo? Do thotë që neve garojmë me listë hapur. Shtylla e tretë është që neve duam dhe kemi përgatitur edhe një projekt ligj për për t'i dhënë të drejtën popullit që të vendosi për gjëra shumë të rëndësishme. Gjithashtu, shtyllat e programit ton bazohen në arsim, bazohen në zhvillim ekonomik, bazohen në subvencione për bujqësi, blegtori, bletari dhe peshkim, dhe ky subvencion është për kilogram prodhim, jo cili është i mëmës dhe cili është i njerëkës, e kështu me radhë. Po që mos të zgjatem shumë dhe dhe mos të analizoj ka shumë programin. Po, lideri juaj shpesh shprehet për krijimin e një qeverie teknike. Nga niset që bën këtë deklaratë, të themi? Po. Shumë e drejtë, kjo është edhe një nga pikat për cilat ne ju bashkuam lidhjes nismës Shqipëria bëhet. Lideri dhe grupi i punës janë të gjithë profesionistë, të rinj, paka shumë për moshën time, por janë në moshën e pjekurisë profesionale dhe kanë arritur që të gjejnë një zgjidhje për shëmbjen e këtij sistemi. Me sistem që nuk kuptojmë të dyja ose dy parti edhe një tretë e mesme të cilat kanë luajtur me njëra tjetrën duke i mbajtur shqiptarët peng. Duke qenë nga kryeministër në president edhe pastaj duke ndruar njëri tjetrin, domethënë favorit njëri tjetrit. Të gjitha këto në momentin mbas zgjedhjeve ne do të jemi forca e tretë politike në vend. Duke mos bërë koalicion me asnjë nga dy forcat kryesore, vim në një pikë ku do bëhet një qeveri teknike e përkohshme, e cila zgjidh shumë nga problemet e momentit. Një nga to është kapja e administratës. Administrata është e gjitha detyruar
që të vi dhe të votoj dhe të mbështesi dhe të sjelli jo vetëm njerëzit rreth qark këtyre, familjet edhe të afërmit, po të sjelli çdo që ata njohin janë të detyruar të sjellin të votojnë për PS-n në këtë moment. Edhe PD-ja ka strukturat e veta, mënyrat e veta. Në momentin që qeveria teknike është në forcë, të gjitha këto bien, administrata çlirohet nga ky problem dhe vendi shkon drejt një zgjedhje, njerëzit janë më të lirë që të votojnë atë që mendojnë që është ardhmja e Shqipërisë, që është më e mira për shqiptarët. Meritokracia. Edhe është një pikë shumë e rëndësishme. Flasim për administratën që të jetë e çliruar nga edhe në këto zgjedhje, fletës të votimit i është hequr numri i serisë, numri serial. Në mënyrë që të ruhet domethënë fshehtësia e votës vet, duke mos kërcënuar dhe rrezikuar po themi pozicionin e punës, vendet e punës edhe në përgjithësi personat që janë të përfshirë. Kështu që votimi është i lirë edhe në këtë moment, është shumë vështirë që ta shpjegosh, shumë vështirë që njerëzit ta kuptojnë se sa e rëndësishme është ajo, është një arritje vetëm e koalicionit në momentet e fundit. Është një arritje e jashtëzakonshme për ne. Mendojmë që mund të ketë zgjedhje të parakohshme, të cilat do sjellin një çlirim, do sjellë një forcë të re politike në Shqipëri, e cila do t'i kalojë dhe do fillojë të analizojë të zgjidhë problemet më të mëdha që janë pronësia, emigrimi që është pika kryesore që ne nuk e prekëm fatkeqësisht, por shpopullimi i vendit është një nga problemet kryesore që është një diçka që nuk ç'bëhet më. Në momentin kur ka filluar procesi i shpopullimit, është gati e pamundur që ju të kthejmë mbrapsht rinin, të kthejmë mbrapsht forcën punëtore, forcën aktive punëtore, që mund të jetë nga 18 deri në 35-40. Këto e me pak fjalë, nuk e di Kosta, mbase diçka. Thjesht desha të shtoja, do me thënë që neve duam të çlirojmë, është dhe një nga pikat më kryesore të programit tonë, duam të çlirojmë edhe administratën zgjedhore. Neve mendojmë që zgjedhjet nuk mund t'i bëjnë ata të cilët mbyllën kodin zgjedhor. Administrata zgjedhore duhet të jetë e çliruar, duhet të jenë teknicien ata që e bëjnë procesin zgjedhor, plus dhe atë që e fillova pak ta elaboroj dhe nuk e mbarova, është ligji për referendumet. Sepse edhe partitë politike mund të gabojnë, ose mund të marrin një fuqi të pakontrollueshme. Dhe mund të bëjnë ligje të cilat janë në kundërshtim me interesin publik. Atëherë ekziston një zgjidhje që e kanë të gjitha vendet të përparura të botës. Është ligji për referendumet. Si e shihni rezultatin në qarkun tonë, pra? Shikon, ne duhet të jem shumë optimist, sepse gjirokastritët janë sa konservatorë edhe realist, me dojtë, jo bashkë. Shikon, unë do i jap disa opsione, mbase do jenë pak shumë ekstravagante, po besoj se më shumë se një se s'bën, shpresoj më shumë se një. Njerëzit që ne takojmë kanë qenë me të dyja partitë kryesore, sepse donin të gjenin veten në këto, për 35 vjet nuk e kanë gjetur veten. Vendi ka arritur në mjerim, po them të plot, kryesisht Gjirokastra, qarku Gjirokastra, fshatrat, mos shohim qendrën 18 shtatorin qafën e Pazarit, po fshatrat që ne kemi vizituar ditët e fundit janë në mjerim të plot. Edhe janë njerëz që kanë pasur mundësi të dalin, të emigrojnë jashtë, të kthehen, edhe shohin që diçka nuk shkon, është diçka që është shumë keq në menaxhimin e këtij vendi. Ne jemi këtu, ne kemi ardhur personalisht, kam lënë punët e mia, biznesin tim dhe të gjitha ato, kam ardhur thjesht për të ndihmuar, për të lançuar diçka të re, për t'i dhënë një oportunitet, një brezi të ri meritokracisë, ai që meriton të vi në pozicion dhe tu udhëheqi në 35 vjet e ardhshme. Në qoftë se kjo nuk bëhet, edhe kemi 4 vjet dhe 4 vjet tjera, atëherë besoj se Shqipëria do të shpopullohet dhe lë një vakuum të jashtëzakonshëm për ne shohim se nga viun gjithmonë vinë
etnicitete të reja, po themi vinë emigrant nga vendet të botës tretë apo nga vende tjera që s'kan të bëjnë me kulturën shqiptare. Kështu që Shqipëria do të jetë një playground ose për shumë pasurit ose për vendet botës tretë. Do jetë komplet e hapur për shfrytëzim. Kështu që votoni numri 6, votoni për këdo nga ne, për mua Albert Xhaferi, Kosta Garo, edhe Genti Kame, se është edhe Genti që është në Përmet, zhvillon fushatën nga Përmeti, është shumë i penjuar. Mbi të gjitha këto votoni me zemër, besoj, votoni me diçka që për të ardhmen e fëmijëve, votoni që në një farë pike të fillojë të kthehet kjo e keqe që është bërë. Ju falenderoj atëherë, urojmë suksese. Faleminderit dhe Ne ju falenderit. Të nderuar shikues, një falënderim vjen dhe për ju që na ndoqët në minutat e këtij emisioni. Ndahemi bashkë me Ruta Kofshi.